Shkodra sot përjeton një periudhë të artë investimeve. Nuk flas vetëm Shkodra si qytet, po flas komplet si rajoni verior. Duhet ta përmendi do ta filloj me investimet që nga skajet më të largta. Skajet më të largta është rruga Dugazinit, e cila po është hapur si trase dhe tashti pritet faza tjetër. Rruga Dugazinit nuk është thjesht një rrugë për me aksesu thethin nga një krah tjetër, më i kollajt, më me borë. Ajo krijon edhe disa pole të tjera zhvillimi turistik për gjatë kësaj rrugave, bregu i Lumit, në Lysej, pra janë një grumull fshatrash tjerë të cilat do të kthehen pak nga pak si mund ta quaj mini thethe apo të gjithë do të kenë polin e vet të zhvillimit të turizmit. Kalojmë te rruga tjetër, që është rruga Komanit. Kemi një aset, një mrekulli natyrore, një potencial shumë të lartë turistik që deri dje është shfrytzuar me një përqindje shumë të vogël çaj. Hapja e kësaj rruge, krijimi jep një frymëmarrje komplet zonës, jo vetëm zonës Vaudensi që ka më afër, por komplet edhe zonës Shkodrës. Pra, një turist i cili vjen me kalu minimalisht një fundjavë në Shkodër, 99% turistave një xhiro do ta bëjnë te Lumi i Shalës apo do ta bëjnë një tur tek ato zona të cilat për hir të vërtetës janë të mrekullueshme. Rruga tjetër Shirok-Zogaj i hap një zhvillim investimit totalisht, plus fakti tjetër lidh dy zona shqipfolse, Zogajin me Krajin. Pra lidh komplet dy zona tradicionalisht shqipfolse, dy zona shqiptare, i lidh dhe ajo bën një tjetër atraksion turistik shumë të rëndësishëm. Nuk mund të lëm pa përmendur rruga e cila ka përfunduar, rruga Shëngjin-Velipoj, sot për sot është një rrugë më virale për sa i përket vijnë njerëz nga Tirana thjesht për të bërë qoftë edhe një foto të balkonet panoramike të kësaj rrugës, të cilët janë shumë bukura. Pastaj, përveç kësaj duhet ju ceki edhe investime të tjera të cilat prekin zemrën e qytetit. Duke fillu nga hyrja e Shkodrës, zgjerimi i urës Basallekut, parku i cili ishte një investim i shumë pritur për secil nga qytetarët shkodran, i cili do t'i japi një vlerë komplet tjetër qytetit Shkodrës. Kapotat, sistemi i kapotave, jo vetëm që ka rifresku pamjen e qytetit tonë, duke e kthyer një qytet që i afrohet më Europës, por edhe funksionalitetit të atyre godinave të cilat janë godina më funksionale, ka një shkëmbim termik më të ulët, pra në fjalë thjeshta popullore ngrohen dhe ftohen më pak lek, por edhe nga ana tjetër është rrit vlera e pasurive të palujtshme te komplet. Riasfaltimet, ndriçimet LED, korsitë e biçikletave, blloqe banimit të cilat janë 2-3 blloqe banimit sot, ndërkohë që ne flasim, janë në punë e sipër, përveç atyre blloqeve të banimit të cilat janë rikualifikuar gjatë atyre 2 viteve.